Kush është ai fshat që gjendet 72 km larg Sarandës, 52 km larg Vlorës dhe 210 km nga Tirana? The answer is Dërmiu. Via bregdetare rreth 6 km e gjatë duke qartë sa po fillon të zbresësh llogaran. Plazhi i Dërmiut vjen menjëherë pas atij të rrugëve të bardha dhe palasës. Dërmiu është fshati më i madh i Krajinës dhe plazhi i tij është shumë tërheqës. Rruga ku futesh për tek zona bregdetare në degëzimin e rrugës nacionale që shkon për Rimar, ndoshta nuk mund të duket shumë ikpritse nga një tabele vendosur shkujdesur me rrugë, e cila të njofton se plazhi është vetëm 1.5 km larg rrugës nacionale, por nëpërmjet gurëve që zbresin datë pjetën fshihet mrekullia. Një plazh gati egzotik ku gurët e brezit të dytë zvendësohen në pas me zhavore e imët. Dërmiu preferohet shumë nga të rinjt për jetën e natës, por edhe sepse është një bregdet i thyer, ku plazhet janë si ishuj të vegjël që të ofrojnë edhe intimitet relaksues. Por më mirë do na e thonë vetë ata se pse zgjedhin Dërmiun. Pse zgjidhni Dërmiun për të ardhur të kalorësh? Po se mendojmë se Dërmiu plotëson kushtet dhe afër kemi se ne si nga Vlora e shemi domethënë dhe afërsia na bën të zgjedhim. Plus që deti është i tillë që nuk mund të refuzohet, mund të mundësohet me plazh tjetër. Çmimet janë është i themi drejtën, domethënë diçka më mirë duhet të ishin, po gjithsesi secili përshtatet. Diçka më mirë duhet të ishin. Për mendimin tim, për krizën që po përjetojmë dhe më të ulta duhet të ishin. Krahasim me kushtet që ofrohen? Në momentin që deti ishi bukur, është ky ambient të gjitha le të themi kushtet u kanë fshar. Thjesht domethënë për komitetin e pushuesve, të pushuesve domethënë gjithmonë çfarë duhet të ishin në një Çfarë i mungon se? Infrastruktura. Infrastruktura që le për të dëshiruar pastaj gjërat e tjera. Momenti që është deti, është ky deti i mrekullueshëm, është kjo klimë, është ky ambient, po që infrastruktura le për të dëshiruar, kështu që mendoj që është vetëm mirë. Si keni sjellur Dërmiun? Atëherë ne ishim në një kamp veror, një exchange midis të rinjve të Buksit, të Vlorës dhe të Fierit dhe kemi 4 ditë këtu. Do jemi deri nesër. Shumë bukur, është më qetë për të rinj dhe ambient më i përshtatshëm për të zhvilluar këtë kamp veror. Si duket çmimi? Domethënë duke pas parasysh Dërmiun, siç kanë qenë domethënë, paka shumë të kripura, por që normale i prisja këtë çmim. Dërmiu është një ndër destinacionet tona të preferuara, kemi shumë vjet që e frekuentojmë. Paktën kanë ngel nga tradita që ka qenë plazhi i parë i Rivierës, direkt mas Vlorës po themi, është një plazh i mrekullueshëm. Pjesa më e madhe e hoteleve janë përgjatë rrugës, duke e lënë plazhit argëtime dhe zhurmën që nevojitet në ditë gjallëruese. Të themi të vërtetën, çmimet në zonën të kripura ashtu si edhe uji, por që gjithsesi të ndryshme në bazë të kërkesës dhe ofertës turistike në vite. Çmimi një shtëpie me qirana Dërmi shkon deri në 45.000 deri në 60.000 lekë të rinj në 15 ditë. Shtëpitë ofrohen nga banorët të zonës që mund të jenë një kaçe, shtëpi të ngurta apo edhe ndërtime disa kaçe të kryera vitet e fundit. Hotelet gjithashtu kanë çmime në këto nivele, ku një natë shkon nga 30 deri në 70 euro. Ne ndaluam tek Hotel Jonian, që gjendet 70 metra larg detit. Zahon, i cili është edhe pronari, e gjetën me bluzë të hequr duke punuar për rregullimin e kopshtit para hotelit të vogël. Bisedën me të e zhvilluam në kolonën zanore të Gjinkallave. Po mundohemi të bëjmë një diçka shumë të bukur, të përshtatshëm, të udhëjë përshtat të kohës edhe gjitha dhe mundësitë e klientëve që të kalojnë sa më bukur dhe sa më të bëjmë pushime sa më të rehatshme. Do t'i ofrojmë sa më tepër gjëra, edhe më e bukur është që kanë përballë detin, e kanë shumë afër, është mes ullishteve, gjelbërim, det, pamje nga mali, pamje nga deti, edhe besoj se klientët që do vinë këtu do kalojnë shumë bukur. Travel Report. Ajo që të josh në këtë zonë nuk është vetëm pamja piktoreske, por edhe kuzhina. Për ta pasanuarit për ushqim, zona është ideale. Karakteristike e saj është ushqimi, kryesisht i mbështetur në bazë peshku dhe gatimi i mishit në mënyrë tradicionale, pjekja e mishit në hell, barbecue e tjerë. Kuzhinë tradicionale ndërthurur sipas shijes me të italiane apo greke. Asgjë nuk mungon në restorantet e Dërmiut, ku dregat apo darkat marrin shijen e bregdetit dhe oreksi vjen në erën e jodit të detit. Për të mësuar më shumë, ndaluam tek Bellevue, ndryshon shumë nga të tjerët sepse ofron shërbimin bufe, ku pushuesit mund të zgjedhin çfarë të duan. Por çfarë gatimesh do gjeni atje dhe sa do paguani? Këtë u thot administratori Artani. Ka nga të gjitha llojet e kuzhinave, si kuzhinë tradicionale, duke filluar me gjellet në Shqipëri që kemi me bamje, me mashurka, me tavkosi, me speca të mbushur, pastaj me
me byrek shtëpie, me pica të ndryshme, duke filluar pastaj me kuzhinë italiane, me pasta të ndryshme, me spaghetti, risotto, farfalle, me pana prosciutto, me domate të freskët, me fruta deti, nga gjitha prodhimet e detit, me prodhime mishi, me hell, me mishqinqi, me rosto, me pulat pjekura, me kukureca, për shembull po të marrin për çmimet. Sa mund shkoj? Çmimet Nuk konkretisht. Atëherë, më konkretisht, duke filluar si me një paketë ditore ku ne e quajmë full board, që ka me 2500 lekë të reja personi, me 2500 lekë të reja personi, ashtu sikurse dhe për fëmijët që ka oferta të ndryshme. Për fëmijët në moshën 5 vjeç nuk mbajmë fare, nuk kanë çmim, domethënë janë free. Nga mosha 5 vjeç deri në 10 vjeç janë me 1000 lekë të reja fëmijët, nga mosha 10 deri 15 janë me 1500 lekë të reja dhe nga mosha 15 e sipër janë me 2500 lekë të reja. Mëngjesi, dreka dhe darka me të ngrënë, me të pirë, me frutë, ëmbëlsira, kullore, me 1 minutë të pasur. Nata është një tjetër pasurinë në këtë zonë. Diskot dhe klubet e natës janë të shumtë në dërmi. Çdo natë luajnë muzikë për ta pasionuarit dhe në magjinë e muzikës apo koktele të ndryshëm, çdo kush mund të frejë deri në orët e vona të natës. Edhe çmimet e pijeve alkolike në këto klube pothuajse nuk kanë asnjë ndryshim me klubet e Tiranës. Madje disa pije mund të gjeni edhe më lirë, ndërsa për të gjithë ju që jeni të dhënë pas kulturës, ju këshillojnë të vizitoni manastirin dhe kishën e Shënmërisë, të cilat kanë një pamje të veçantë. Për gjatë përrojit të fshatit janë edhe disa shpella karstike me interes për të vizituar. Shkëmbin që mbyllin plazhin janë labirinte të vërteta natyrore. Vijimi i shëtitjes për gjatë Bregitit shkëmbor që bien thik mbi det, fshehin edhe shpella mjaft interesante për të vizituar. E tillë është shpella e piratëve, e cila gjendet në kodrën e Shëntotrit, por edhe Gjiri Gjipez, që është një nga gjiret më të virgjëra të Rivierës, dhe dallohet për rërën e imët e të pastër.